edhe te kjo, sprova me shëndet në fund të muajit të bekuar të Ramazanit edhe cikli menstrual të gjenia femrore është një fshehtësi që Zoti xhaleshanuhu e din për gjithë secilin prej nesh, por megjithatë ata Allahu xhaleshanuhu nuk i ngarkon me ata që smunden dhe i ka leju nga kjo pjesë nga agjerimi, por mbetet një obligim që ata ta zaventësojnë, por nuk ndalohen që ata ta përmendin Zotin xhaleshanuhu dhe të luten. Për shembull, te gjenia femrore e kanë të ndaluar me agjeru muajin e bekuar të Ramazanit kur janë me cikël menstrual, mirë po në aspektin e lutjes, në aspektin e përmendjes së Zotit e kanë të lejuar. Edhe i smuri, Allahu ka dashur që nëpërmjet asaj sprove ta pastroj, sepse ka në dëna Zoti fuqiplot e sprovon lumjarit